Rreth 60% e popullsisë shqiptare rezulton mbi peshë ose obeze sipas Institutit të Shëndetit Publik. Në ditën botërore të obezitetit, Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se deri në vitin 2035, gjysma e popullsisë së botës, rreth 4 miliard njerëz, pritet të jetojnë në kushtet e mbipeshës ose të obezitetit. Jolanda Hyska, shefe e sektorit të sigurisë dhe ushqyerjes në ISHP, shpreh se 60% e meshkujve në Shqipëri vuajnë nga mbipesha, nga këta 18% e tyre janë obez, ndërsa femrat që vuajnë nga obeziteti janë rreth 24%, vlera këto që priten në rritje. Vërtet flasim për faktor biologjik apo genetik që shkojnë në nivel individual, por sot gjithmonë më shumë po flitet për faktorët mjedisor, ashtu sikurse po flitet edhe për faktorët emocional. Gjithmonë më shumë kemi për fat keq akses ndaj ushqimeve të përpunuara dhe marketingu i tyre është kaq i fuqishëm sa që ndikon gjithmonë më shumë në rritjen e konsumit të këtyre produkteve. Dhe një obez rritur sot gjithmonë e më shumë ka edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Të dhënat tregojnë qartë, diabeti, sëmundjet kardiovaskulare, disa tipe kancerës i referojnë pikërisht edhe një komplikacioni të ardhur si pasojë e obezitetit. Kjo nuk është vetëm çështje e të rriturve, pasi edhe obeziteti tek fëmijët në moshë shkollore është rritur. Hyska thekson se 1 në 10 fëmijë është mbi peshë, duke shtuar kështu dhe rrezikun e sëmundjeve serioze. Ndërkohë qytetarët pohojnë se edhe pse janë ndërgjegjësuar, por kujdesin që duhet të tregojnë ndaj ushqimit, e kanë të pamundur të shmangin plotësisht ushqimet e dëmshme për fëmijët. Dojmë t'i japim më shumë perime, fruta, ata i kërkojnë, edhe këto ushqimet gatshme kështu. Ku shikon fëmijën që hanë një patatë, një gjë e kërkon, dhe nuk mund t'ja shmangësh 100%, por përpiqemi. Sipas raportit, shtetet më të prekura nga një popullsi obeze janë Kina me 62 milion fëmijë, India me 41 milion dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 27 milion.